Kemi parafroj ka me pyetjen e parë. Shumë gra thotë kundërshtojnë poligamin dhe deklarojnë këtë hapur. A është mëkat një gjë e tillë? Jo, gratë tona besimtare që falin namaz, nuk e konsiderojnë, nuk e kundërshtojnë martesën me grup dytë, poligamin, për nga argumentet, si dispozit fetare, sepse të din që është e lejuar, dhe ato tanat e din, motrat tona, bija tona, e din të tanat që falen, të tanat e din, se nëse kundërshton një ajet koranor, një dispozit të Zotit, del pi dinit, andaj nuk ka vlen gruaja me dal pi dinit. Allahu na ruaj. Andaj nuk uzojmë të paragjikojmë diçka të tillë. Por kundërshtimi i motrave, respektivisht i grave, për martesën tjetër nga burri i saj, vije si rrjedhoj e xhelozisë tyre. E xhelozia është pjesën e tërshme e grave. Është pjesën e tërshme e tyne, e pandashme. Vetëm se dikush më shumë, e dikush më pak. Kështu i ka kriju i madhi Zot. Dhe kjo është pikave të dobta të femrës. Çështë ka kriju Zoti? Tamam. Është një pikë e dobtë, sikurse edhe vëshmëria e sajna. Tash, e cilëson të mirat keqe është pikë e dobtë. Kjo pikë e dobtë nuk është patjetër më se e keqe. Apo, kur thua është një pikë e dobtë, është pikë e dobtë. Dhe vëshmëria e sajna. Hala pa kallëzu që ka ndodhur dikun, a jeni se kanë. Emocionet e sajna. Të tregu diçka, të e përjetu, të e shiju dhe e shfaq. Kapën emocionet. Kështu që këtu janë çështje, janë pika të cilët të dobta të femrës që ka kriju Madhi Zot. Këtë formë që ka kriju Allahu. Ati kofshin fal. Andaj nuk do të fajsuar gratë në këtë çështje, po xhelozia ekstreme është e urrëtore. E urrëtën është shumë sepse ta han kryt, sepse ta vështirëson jetën. Nuk është rregull gruaja me hamur kryt burrit në stave për ditë. Ku shkohet tek bona që ka bona me telefonin, ku nejtë me kanet, me kanë pinë, me kanë hangre. Nuk është në rregull kjo punë. Kjo është një lloj në xhelozie të pruar, që e hanë vetën e mas pari, pastaj edhe dal nga dal edhe dëpson raportet e çiftit bashkëtorë, sepse një njeri nëse dën më së shumti në dynjat, nëse janë nis ai dal nga dal me të marrë pyetje ty, bëm, dikur komentar çtu. Dashuria ka më të zbe, dhe runa Zot ka mësi më kthy në urrëtie. Këto motra tona nuk e kanë parasysh shumë pe tyne. I bjen men, por i bjen men vonë. Ato mendojnë të përdojnë një farallaj metodë me psikologjinë e tyne, që me shtin kontrol komplet burën, dhe në me arrin disa, për ata këtë kullat ajo bëm, burën shën kamt, në ven, ka të atilla, që nuk është e mire, nuk e levdushme e punë, sepse nuk është vlerë gruaja me qenë komandant për burën një dritë burët kamt, nuk është vlerë ajo. Është një lloj poshteti që ka marrë ajo, e që fetarisht nuk është në rregull, po edhe nga anë etikese, traditese nuk është në rregull. Tjetër është respekti, tjetër është kur e detyron njeriu imponon. Aja imponoj. Kështu që kjo është nënçmuar, por nuk arrin këtë burrat. Pra në pjesë burra arrin, po këtë nuk arrin. Tani çka ndodh? Burr të fillu me urrejt, të mund të kthyer gru tjetër. Ose hin në gjuna, ose në haram, ose runa Zot. Për atës, unë kam përmerë më shumë se një herë dhe vazhdoj të ceki këte. Gruaja e mirë, me kuptimin plot fjalës e mirë me ën fund. Gruaja e mirë është ajo e cila përpas që nështrohet burrit komplet krejt, sepse ka hak më shumë të ndaj tij, mas Allahut në qiell tok burrin. Ajo me psikologjinë e saj, me sjelljet e saj, arrin në heshtje, pa e përmend, me ambyll të në rrugë të burrit, as mos me menu për dytën, madje nëse afrohen opsione
përpozime, të ndryshme, edhe më të bukura, se sa që ka këta, nuk e bëni gjatë të tillë. Edhe nëse se thot kësajna. Sepse që shtë t'ja prish në rahatin veti çfarë guri me ka qitë Zoti. Ndoshta nuk e ka bukurin 10 që kolegët mi janë punë, ku ta dijon, për shembull, por sjellët i ka më të mira se këtë s'ka këtë rafshkës ose në gjamë me sjellët sajna. Po që aty janë vlera. Dinin e ka, moralin e ka, sjellët i ka. Andaj, burri, sa do me pas mundësi, hapësirë, për u martu me tjetërën, gjithmonë halla për flasëm, nësë flasëm haram, pra se prish rahatin të parës, nga njëherë, edhe nëse ka nevoj nga njëherë, e shtrydhë vetën për hatër, cilëve se thëtë përjet nuk me ja prish i kësaj nane. Kush ndikaj, a kja nuk e din ndoshta, që mënyrë indirekte, me sjelljet e sajna, me takvallok, me devotshmërinë, me vlerat e sajna, arriti përpas me fitu kënaqësinë e burrit, e që kënaqësia e Zotit, arriti edhe me ndalu burrin me marrë dytë. A më mirë që kjo, apo e tjetra ku jam lidhë bitë burrit për zonat, po të jam lidhë bitë natën, pa e se del punë ditën, anë më kësë tërkon e shkërit. E të shtin me hingjëna, ose shtin me ta pru nda një të shpia, ose me ta prish jetën familje, më boni farloj, rëmuj që përbohet ka njëherë të kënjerëzit. Allahu në Zotë në drejtoft.